Kosovës, të cilën sot fatkeqësisht e promovon në, po themi, me fshehje të së vërtetës Banka e Shqipërisë. Djesa, komentoj dhe pak këtë, ja, nuk do të kthehemi prap këtu. Shohim që dolën tek presidenca dhe po shkojnë në drejtim të Politeknikut, sekundër arrim ta shohim drejt korpusit, le themi ndryshe të Universitetit të Tiranës, sheshin Nën Tereza, ose asaj zone që shpar nuk lejoj, qarkulloj, ma djasa të para presidencës. Nga polici dhe nga gardë. Për të kthyer aty ku po? Probleme, pse ka dështuar një nga, po themi, industrit më të mëdha eksportuese të vendit, pra që ishte industria fasone. Dështoj sepse ka rënë euro. Sot euro është në nivelet dramatike të këmbimit në raport me monedën vendase me lekun. Por, unë jam shumë kurioz në fakt dhe ja bëj shpesh pyetjen vetet se sa është niveli i eksporteve nëse do ta vlerësonim i tërurit, pra i njerëzve intelektual që ne po na ikin. Po na ikin mjek, po na ikin inxhinier, po na ikin bankier Armela, po na ikin mësues, po na ikin njerëz të ditur. Sa është humbja e Shqipërisë për shkak të këtij lloji eksporti, sepse ky nuk është eksport që kthen mbrapa shtatura. Ky kthen në fakt disa remitanca për të mbajtur prindërit e atyre njerëzve që ikin për shkak të pensioneve të ulta që kjo qeveri është tallur gjatë këtyre viteve me të moshuarit e këtij vendi, por ekonomia nuk përfiton nga ikja e tërurit. Në kuptimin e zhvillimit të saj, se përfiton që shpëton këto familje në këtë kushte ku ndodhen. Duhet i llogarisim se sa është humbja e kësaj ikje, sa është humbja nga industria fason, sa është humbja nga të gjitha llojet e industrisë që janë prekur drejt për drejt nga, po themi, rrëzimi dramatik që i ka ndodhur monedës europiane euro. Kanë shkuar tani saktësisht tek sheshi Nën Tereza. Marsi, se ti e gjithë kohës me net, arritë të kuptoj. Mosval po shkohet drejt sheshit Italia për të bërë në mënyrë simbolike shkelje në atë zonë ku para disa orësh ishte pamundur të shkoje? Me sa po arrim të shuajmë, pikërisht atje është duke u drejtuar turma, po gjithsesi do t'i ndjekim për të parë se cili do t'jetë destinacioni dhe a do t'kalojnë, por kështu po duhet, po ju duhet merr një kohë, besoj. Po, për të arritur që të kemi një pamje më të plotë të tyre. Dhe pastaj besoj duhet të zbrisni nëse do shkojë te sheshi Italia, po ju japim pak kohë sepse është e vështirë edhe për operatorët tanë televizin. Regjia, ju lutem, krijoni hapësirën grupet xhirimit në mënyrë që të bëjmë ato lëvizjet që janë të domosdoshme tani, sepse me çfarë kuptohet po shkohet në zonën që ka kufizim lëvizje pra vetëm këmbësore. Po, për të ndalur tek problematikat pra në vetvete. Dal nga dal, ne e shohim këtë pjesën edhe të që ti po thua, sepse ka 1001 arsye për protestuar, këtë po e thonë dhe vetë qytetarët, nuk diskutohet kjo, patjetër. Por po shkohet drejt përhapjes së të gjitha këtyre kauzave, pra po i përfshin të gjitha shtresat, po përfshin edhe fermerët në vetvete, po përfshin edhe, nuk e di, Konfindustria ka reaguar kaq shumë lidhur me situatën ekonomike, ka paralajmëruar kolaps vazhdimisht.